Edicioni 61 i Kupës së Shqipërisë në futboll ka njohur tashmë fituesin më të ri jo vetëm të sezonit, por edhe në historinë e kompeticionit. Në stadiumin kombëtar Qemal Stafa, Laçi ka mundur me rezultatin 1-0 në fundin e 30 minutashit shtesë ekipin e Bylisit, duke siguruar kështu trofeun e parë në historinë e klubit. Loja nis me një atmosferë të veçantë në shkallët e stadiumit, ku tifozët ishin përgatitur për t'i dhënë një tjetër kuptim finales së Kupës. Rasti i parë i këtij takimi u takon laçanëve. Në minutën e 9 Shazivari, që rrezikon me anë të një goditje dënimi, por topi i goditur prej tij kalon gjitur me trekëndshrin e portierit Flashëri. Kur binasit vijojnë të sulmojnë për momente me kyç, i 45 minutave të para është dalja me karton të kuq e lojtarit të Bylisit Arifi, që në 20 minutat e para. Edhe pse me 10 lojtarë, ballqëotët zgjohen në minutat e fundit duke rrezikuar seriozisht portën e Bakajt nga distanca. Në minutën e 42 është Sefa që lëshon një goditje të fortë që grushtohet me vështirësi nga portieri laçan. Pjesa e parë mbyllet me rrjeta të paprekura, ndërsa me fillimin e fraksionit të dytë është Laçi që ka rastin më të pastër për të shënuar. Emurllaj, pasi shmang portieri, nuk arrin të gjejë rrugën e rrjetës me portën e boshatisur. Kur binasit shfrytëzojnë përsi numerike për të kontrolluar lojën dhe për të krijuar raste të tjera. Në minutën e 74 Vuçaj bën gjithçka mirë, por Flashëri tregon aftësitë e tij duke i mohuar golin. Ballqëotët mundohen të reagojnë dhe në minutën e 83 kanë shansin më të mirë me anë të Izuçukut, por ky i fundit nuk arrin të devijojë me kokë. Loja e rregullt mbyllet pa fitues, ndërsa duhej të vinte minuta e fundit e kohës shtesë prej 30 minutash që të kishim skuadrën fituese të këtij trofeu. Çela bëhet heroi i laçanëve pasi shfrytëzon më së miri një rrëmuj në zonë për të shënuar golin e vetëm që i jep kupën për herë të parë kurbinasve. Laçanët janë në qellin e 7 pasi kanë arritur të shkruajnë emrin në historinë e futbollit si fitues të Kupës së Shqipërisë në edicionin e 61.